Ky emision u mundësua nga Efesus Travel, Pavin Kafe, Italterm, Aquavita dhe Go Plus. Visar po vazhdoj me Partinë Demokratike të Kosovës, të udhëhequr prej Bedri Hamzës, kryetari i ri i kësaj partie, i cili u gjen në zgjedhje pa kaluar shumë javë. Sfidë për të, duke i pas parasysh edhe problemet e mbrëmshme që i pati PDK-ja në zgjedhjet lokale, por që duket se janë menaxhuar jashtëzakonisht mirë nga zoti Bedri Hamza. Ai si një menaxher i mirë në ekonomi e në financa, me gjas po del se është menaxher i mirë edhe politik, duke i përbashku të gjithë kundërshtarët në kulmin e PDK-s dhe duke i amortizu paknacit. Si eshe PDK-n e zotit Hamza? Po tash spari po është e vërtet risia e PDK-s, këtë radhë është që Bedri Hamza është edhe kryetar. Herën e kaluar ka qenë vetëm kandidat për kryeminist dhe kryetari i Mitrovicës. Herën e kaluar Bedri Hamza ka arrit Partinë Demokratike të Kosovës, po ka pas goxha shumë në nxitje të entuziazmit, mendoj unë edhe figura e tij. Bedri Hamza deri tash ka dëshmuar se është poli kundër me Albin Kurtën. Pero kjo që ka Albin Kurti ka Bedri Hamza. Edhe kjo bën shumë kandidat serioz mendoj unë, edhe politikan jashtëzakonisht të dobishëm. Përveç domethënë përvojës tije, dijes tij në ekonomi është më radhë që ka dëshmuar. Kështu që unë mendoj që natyrisht lista është jashtëzakonisht e mirë, ka shumë prej emrave që kanë qenë e kaluar, ka shumë edhe të ri. 50% ndarojnë për herë të parë. Po do ka më shumë të ri që ndarojnë për herë të parë dhe mendoj që kjo do të vlerësuar. Po këtu po, domethënë ki shumë emra të cilët unë mendoj që do të kishte më qenë shumë dobishëm, patjetër që Bedri Hamza. Unë mendoj që Urani Ismaili është jashtëzakonisht i rëndësishëm për Partinë Demokratike të Kosovës dhe për politikën në Kosovë. Urani për mendimin tim ka bërë çuditëra në Prishtinë me elektoratin e PDK-s. Vlora Qitaku, një person me shumë përvojë politike, me një performancë të jashtëzakonshme veçanërisht në diplomaci, që kemi pa gjithë. Enver Hoxha i pashtu, që përmendet i më herët, një intelektual i cili ka dëshmuar një qëndrueshmëri të jashtëzakonshme politike, ministri i jashtëm, ka qenë kandidat për kryeministër në një kohë. Janë që më ka pëlqyer të PDK-ja është që kanë shtyr disa prej emrave të rinj, profesionist, në 10 e parë, sepse herën e kaluar nuk kanë arritur me u zgjedhë dhe mendoj që janë të domosdoshëm për kuvend, për shembull Arben Mustafa, një ekonomist i shkëlqyeshëm, cili herën e kaluar për pak nuk ka arrit me hy. Besa Kabashi Ramaj, kur kem të fol për sigurinë, na e përmendëm Burin Ramadanin, po edhe kjo është njëse i jashtëzakonisht e mirë e çështjeve të sigurisë dhe ka një artikulim të jashtëzakonshëm. Raman Rama është një prej njerëzve që jo vetëm që ka përvojën e luftës, por edhe përvojën e jashtëzakonshme FSK. Edhe mendoj që ky është aset komandanti i parë i ushtrisë të Kosovës. Komandanti i parë i ushtrisë të Kosovës edhe ka pas e ka udhëhequr në një periudhë shumë të rëndësishme. Domethënë të krijimit të saj. Sala Jashari, kjo është një e re të cilën e kemi pa, ka qenë më shumë të ekspozuar me si deputetja më e re e bashkëpunëste seancat, mirë po tash fatkeqësia është ky kuvend nuk pati kurrë punë të zakonshme për me pa performancën e saj, por megjithatë unë kam ishte shkolluar mirë, është shkolluar mirë, vjen nga një familje jashtëzakonisht e mirë. Edhe mendoj se kjo ka çka jep politikës, natyrisht duhet ta testojmë, por ka çka jep. Kujtim Gashi mendoj që është një person fort i rëndësishëm për politikën, nën kryetar në Prizren, ka qenë ministri i kulturës, deputet. Ganimeti Musliu mendoj që është deputete e dobishme, kjo ka një përvojë të jashtëzakonshme në kuvend siç e ka edhe Blerda Deliu Kodra, pra në mos gabofsha tash është mandati i 6 i saj nëse ose i 7-it. Pra ka një përvojë të jashtëzakonshme, ka udhëheq komisionin, unë kam pas kryetar komisionit për integrimin e kohë. Përparin Gruda
për mu është një prej njerëzve më të mirë në politikë që i njeh çështjet e drejtësisë dhe ka një artikulim të jashtëzakonshëm politik mendoj unë. Pra ka qenë befasi shumë e mirë kur ka dalë në skenë. Ferhat Çala, një historik i jashtëzakonshëm, edhe ka një uri shumë të mira, veçanërisht për dy asete që i ka Kosova, që janë energjia dhe minierat, për shkak përvojës punës. Elmir Qica, deputet edhe kontribues shumë i madh për këtë shtet. Ariana Musliu Shoshi, mendoj që për politikën e jashtme në kuvend ka pas një rol edhe punë të jashtëzakonshme. Fadil Demaku e kam pas koleg, edhe është, mendoj unë, deputet shumë i mirë. Zotin Krasniqi nuk është se e njeh fort, mirë po për shkak të përjardhjes së tij, ne kam vlerësim për të. Eliza Hoxha, na duhet me pas njerëz që e njohin urbanizmin edhe rëndësinë e planifikimit hapësinor edhe mbrojtjes së mjedisit. Besjan Musmurati, mendoj që përvoja e saj edhe dija e saj për arsimin është e domosdoshme. Rashid Çale mua ka pëlqyer shumë si deputet. Njëri që e njeh policinë e Kosovës, gati se mas mire që kjo. Edhe shumë e rëndësishme me pas aty. Zotin Hajdar Beqa kemi pas të në emision, dhe mendoj që do të kishën qenë një kontribusi mirë në kuvend. Arjan Tahiri mund ka bërë përshtypje jashtëzakonisht mira në fushatën elektorale. Gens Prelvukaj, kam vlerësim shumë të lartë për të si profesionist historian, po edhe në kontributin që e ka dhënë në muzikë. Lulzim Aliun, këto pak e kom njoft, tash e njoh më shumë, nën kryetar i Ferizajt, edhe mendoj që është studio. Kemi pas studio edhe mendoj që është shumë i dobishëm për kuvendin. Muzafer Shalën, këto pak e njoh, po ja kam pa paraqitet kjo është një njohës kogja i mirë i teknologjisë së informacionit. Ka qenë ministër për një periudhë të shkurtër, po mendoj që duhet me pas një hapësirë politike për me tregu veten. Të tjerët pastaj se po shkojmë me rend, natyrisht Artan Berhami. Mendoj që ka pas një paraqitje dhe vazhdon ta ketë një paraqitje jashtëzakonisht të mirë dhe të dobishme për politikën në Kosovë. Do shkoj te fundi i listës për me përmend dy emra që unë mendoj që domosdoshmërisht duhet për Abelard Tahirin, pak mundesh me fol, puna e tij ka dëshmuar shumë, mendoj që puna që ka bërë këtu në kuvend si kryetari i grupit parlamentar ka qenë jashtëzakonshme, një pjesë të konsiderueshme të sulmeve që i ka marrë ky prej lëvizjes së vendosje, janë sulme që ndërlidhen krye po mendoj unë me punën e tij në raport me gjykatën kushtetuese. Shumë ligjet që janë shumë prej përpjekjeve që vetvendosja i ka pas për me kap shtetin, ky ja ka sulmu përmes ligjeve. Që kanë ka bërë përshtypjen fazë për zgjatje. Pa kjo një gjë tash se vonim ka rënë sy, është angazhimi i Abelard Tahirit për me japshtu ndërmarrjes publike banesore 35 milionë euro me një vendim gjykatës komerciale që ja kish bart, që ja kish obliguar në fakt ndërmarrjen publike me ia dhënë një potencialisht investitorit privat që kanë pas një kontratë më herët me ia dhënë 35 milionë euro o me ia vazhdu projektin i cili nuk është pranuar. Dhe Abelard Tahiri kish bërë një punë të jashtëzakonshme aty, domethënë pro bono, është vendosur në mbrojtje të interesit të tronës publike që ka bërë shumë përshtypje. As nuk e ka detyrë, e as nuk është rol i deputetit ai. Në emrin që du me përmend, se kam përmend shpesh është Bekim Haxhiu. Edhe po të kallëzoj. Kamishi. Na, domethënë kur kam qenë vendosje një prej konflikteve më të mëdha kemi pas me Bekim Haxhiun. Madje kemi qenë edhe në gjysmë këtu. Edhe unë personalisht si kryetari i grupit parlamentar. Unë e kam pas përvojën me bashkëpunu me të në komisionin për hetimin e kontratave në Telekom. Ky ka qenë antar, unë kam qenë kryetari i atij komisioni. Punën më të madhe që ka bërë si deputet. Me këtë neve që ato që kemi qenë ka qenë Bekim Haxhiu. I jashtëzakonshëm me përgatitje, me informata, me gjitha. Që aty më ka bërë përshtypje shumë pozitive për rolin e tij si deputet. Edhe një për fund, edhe po e përfundoj, mendoj që Arben Gega, që ne kemi pas në emision, kalon shumë përshtypje të mirë për qasjen që e kishte karshi sektorit ndërtimit dhe interesave të punëtorëve në sektorin e ndërtimit. Okej. Atëherë, ky është, si më thonë, vlerësimi im modest për një listë me 110 kandidat që secili më mirë se tjetri duken.
dhe në shumë raste unë besoj që ka me pas hatërmbetje, ndonë se ne po e bëjmë punën tonë dhe po japim vlerësime që shpesher janë edhe subjektive. Unë du me nisë prap me profilet të njerëzve, për këtë arsye unë e veçoj mjekun i cili e trajtoj babajnë e Hashim Thaqit, Adriatik Berisha, për herë të parë hynë në listë. Mendoj që mënyra edhe komunikimi që ka pas me publikun ka qenë jashtëzakonshëm. Pra ky ndonë se nuk është që ka bo diçka të madhe, thjesht e ka kry punën e vetë, por mënyra si reagoj në një situatë tepër të vështirë për familjen e Hashim Thaqit, veçanërisht për Hashim Thaqin, unë ka bo shumë mirë PDK-ja që e ka marrë në parti. Është po ashtu një mjek tjetër i cili para shumë vjetësh e ka operu Hashim Thaqin, që është një mjek urolog bashkim Glareva, prej një familje, ka ardhur prej një familje me kushte të vështira, sot është një prej mjekëve më të mirë urolog, dhe ka kredibilitet, ka qëndrueshmëri në profesion, po edhe në jetën politike aty ku jep kontribut. Pra këta janë si mjek që une i veçoj. Është pjesa tjetër e historikut të PDK-s, që është themelues të UÇK-s. Këtu në listën e PDK-s ti ke bashkë luftëtarët e Adem Jasharit, ki themelues të ushtrisë lirimtare të Kosovës, dhe gjithsesi ke edhe familjarët e tyne. Raman Ramen e admiroj. Është tingëllon pak kështu, po njeri me qëndrim edhe i prerë si ky une nuk kam njoft. Ka bo punë të madhe, patriot i jashtëzakonshëm, familjari Adem Jasharit, se kanë lidhje familjare, themeluesi i UÇK-s, komandant i forcës së sigurisë deri në 2021 kur u largua, u pensionua dhe tash është në jetën publike. Renditja e tij është në dhjetëshën e parë, pra në 7 është vlerësimi për punën e tij. Sala Jashari për shkak të historikut, po edhe përgatitjeve që kishte Jakub Nura, është luftëtar i Adem Jasharit, themelues, është në atë fotografinë ikonike të UÇK-s ku është Samil Ushtaku e të tjerë. Aja për një me është fotografi ikonike, të cilin do duhet se cili me pas, si me thonë, në shtëpitë e veta, në zyrat e veta. Pavarësisht se kur hyn në politik, ka pak edhe me të drejtë e pa të drejtë përlym politika. Po unë e kom pa që në këto vjetë e fundit, veçanërisht këtë vitën e fundit, kanë pas njerëzit e vetëvendosës, kanë pas qasi guximi, sa dhe këti dhe të tjerëve, mi u thonë bashkëpunëtorë të Serbisë, që është nonsens i jashtëzakonshëm. Janë të tjerë, po ashtu që une i vlerësoj si ku është këtu Lulzim Aliu, UÇK, njës i mirë i energjisë, inxhinier, ka përgjegjësi për rritjen e PDK-s në Ferizaj edhe për qeverisjen e mirë të PDK-s dhe Agim Aliut në Ferizaj. Po ashtu Ilmi Reqicën unë e çmoj shumë, Fadil Demakun, 4 vllazën ishin në luftë, një vëlla i vrarë dëshmor, motra po ashtu, dhe të katërtit në një proces absurd u dërguan për njëherë në Burg, kur ju ndërprej mandati si deputet, e po ashtu ju ndërprej mandati si kryetar komune në gjatë Demakut. Unë e çmoj këtë familje, edhe për arsye se në gjatin e kam shumë mik. Është Hajdar Beqa me të kalume po ashtu, të UÇK-s, deputet, në Kuvendin e Kosovës, jurist, i nje si funksionojnë ndërmarrjet, e nje ligjin, dhe është njeri i respektuar në PDK, duke pas parasysh po ashtu që PDK-ja në Gjakov nuk ka qenë, asnjëherë nuk ka qenë
mirë, por me të ka psu rritje të vazhdueshme. Këta janë paka shumë këto të profilit të luftës, të ndërtimit të shtetit, të çlirimit të vendit, Xhavaj Gjecin, për pak e harrova, po pa dashje natyrisht. Dhe me kalu të pjesa pastaj e Fetah Paqarizi, njerëzit nuk e din, është artist, ka qenë drejtori teatrit në Prizren, luftetari UÇK-s, autor shfaqjesh të ndryshme, mu ka dok profil kogja interesant. Me u kthy tash te pjesa profesionale e kandidatëve të PDK-s, po ashtu ka shumë, dhe natyrisht Bedri Hamza vazhdon me qenë profesionist, një njeri që është kaq zgjat në politike, kur kërkush mos me mujt me akuzu për kur gjë. Është si për i rasteve të ralla, kështu, kërkush hiq. Krejt për diçka kanë mujt me akuzu. Herë me drejt, herë pa drejt. Këtë nuk ki ku e kap. Është një komedi në Shqipni që dhe nuk ke ku ta kapësh. Ekonomisti mirë, njeri me përvojë të jashtëzakonshme, PDK-s i ka dhënë frymë dhe dimension tjetër. Urani e ka bërë PDK-n partinë e dytë në Prishtinë. Dhe fryma e Uranit në Prishtinë, rritja në Prishtinë e rrit PDK në nivel Kosove, pa e fitu PDK-ja Prishtinën, ka me pas problem, si me thonë mu etablu si partia e parë në vend. Urani po jep kontribut të madh. Vlorën e njohim të gjithë, Arben Mustafa, që duhet jetë aty, Besa, po ashtu janë vlerësimi i dhjetëshës së parë të vetë kryetarit, që ju ka dhenë këtu, Eman Rahmani. Ndonë se nuk është në PDK, është me listën familja. Eman Rahmani ka braktis vetëvendosin kulmin e pushtetit. Ka qenë kundërshtar i jashtëzakonshëm komisione parlamentare. Pra i ka gëzhdu ministrat e partisë vetë, kur ata kanë gënjye, kanë manipulu aty. Qëndrimi ti nuk ka ndryshu asnjëherë, vazhdon me qenë kundër kodit civil me këtë përmbajtje tash. Plot njerëz nuk pajtohen, edhe unë kam mos pajtime, por qëndrueshmërinë e ka. Dhe Eman Rahmani ka ndikim të madh në një lagje të Prishtinës, në kodrin e trimave, Ranjef, që quhet, që është lagje shumë e madhe. Ka qenë tradicionalisht me LDK-n dhe u kthyn thujse të gjithë me vetëvendosin. Tash Emani besoj që një pjesë të madhe të elektoratit të asaj lagje do ta çojë në Partinë Demokratike të Kosovës. Po. Për Emanin, që ti e përmende edhe une, du m'ja vlerësu qëta. Nuk pajtona me politikat e ti. Natyrisht. Mirë, po le ta dinë të gjithë. Ky është njeri parimor. Ky nuk bën kompromis me bindjet e veta. Po. S'ka bu as me vetëvendosin, s'bën me PDK. E tash, a pajtomi në as pajtomi, ajo është ma bet tjetër. Kam vlerësim për Ganimet e Musliun, Erganën, e bullizojnë shumë, e përqeshin shumë, por do të mbahet mend si e pike fjalimi saj në 2 natës me Albin Kurti dhe me Qershit. Din ajo ka qenë njona prej aty në rasteve kur e shes që unë kam vlerësim për Idris Vehapin, i cili besoj po të ishte kandidati PDK-s në Ravec, mbasi do të ishte edhe kryetar. Tash Drita Kadriu e kam bashkë vendase, është me prejardhin nga fshati im, dhe unë e çmoj, është Najt Hasani, njerëzit nuk e din, është ndoshta njeriu më i torturuar ndonjëherë nga regjimi i Serbisë. Dikun 3 muaj nuk ka pas vetdije. Pra ka qenë në koma. Është pjesa po pra, ka dhe të tjerë, absolutisht ka dhe të tjerë profesionist, Abelardis që doli në fund të listës, me përvojë prej kohës sa ishte
në kabinet të zotit Thasi në vazhdimsi, pastaj si deputet, pastaj si minister, si shef i grupit parlamentar. Mos të harrojmë nëse dikush ka bërë për zbardhjen e vdekjes e Astrid Deharit është Abelar Tahiri. Pra, ky i ka analizat me u bë në institutet që i ka përzgjedh familja. Kjo që ka kërku familja ja ka plotësuar, jo absolutisht i ka prit, ka komunikuar me të, asnjë kërkesë tyne nuk e ka refuzuar, ndonse ata erdhën pushtet, e kryen një mandat, u rizgjell në shkurt dolën prapë të paret, dhe rasti nuk është zbardh sipas kërkesave të vetvendosis, ndonse është e kryen me ajo punë, dihet se çka ka ndodhur. Izmir Zeqiri, kryetari i ZMP-tokut, ndaje kam. Izmiri, Obama i PDK-s është kë. Pra, këta janë për afërsisht, inshallah nuk po harrojnë ndonjë që mundën me Fitim Selimi, doktori, është një prej mjekëve të mirë që ka Kosova, Eliza Hoxha, urbaniste, artiste, autore shumë këngëve të mira, Arjan Tahiri. Ylli i zgjedhur lokale, ndonse humbi në një proces krejtësisht të dyshimt. Unë insistoj që votat atje janë vjedh. Unë insistoj, sepse nuk shpjegohet ndryshe. Dhe dy të fundit jam të kolegu jon Artan Behrami, Arben Gegën e kemi pas këto, një ndërmarrës, një ndërtues, i cili ishte shumë kritik në raport me ndërtimin Kosovë, ndonse kish plane për rregullimin e këtij sektori, dhe Shajn Dervishi. Vjen nga Mërgata, biznesmen i arzakonshëm atje, ka qenë edhe një herë në garë, humanist, ishte njëri prej atyne që e ka ndihmu jashtëzakonisht shumë shoqatën Hendikos. Po ndërton të shtëpi gjithandej ku ka nevojë, po ndihmonte familje, po kur pa i përmend. Shumë njeri modest. Kur pa i përmend. Domethënë mu më ka bë përshtypje shumë, e kam taku para disa muajve, dhe është, si me thonë, gati bashkëvendas, ndonse ky është i pjesës kënej, me përjardhje të parëve që thojnë, ne ishim kusheri me Shajn Dervisha. Këta janë paka shumë njerëz që i veçoj, shumë të tjerë natyrisht i çmoj, për parimin, po ashtu, për atë shalën, po ashtu, janë njerëz që i duhen kuvendit Kosovës.